Çka është për qëllim pritja? Domthon çu që presim Ramazanin. Të nderuar vëllezër, qëllimi me prit Ramazanin nuk është me prit me dur në xhepa. Mala ibn Fadl, njëri prej dietarëve, thot unë i kom rri njerëzit, i kom rri hoxhallar, i kom rri badexhite më dhaj musliman të mirë që 6 muaj para Ramazanit e lusnin Allahun o Allah mundson ai ta mrim Ramazanin. Pritje qysh e meriton Ramazani, sepse oferta të cilën Allahu na e ka ofruar në Ramazan shumë jushse. Është madhështore, gjëna është me ik dikujna. Dhe pikrisht ne sonte jemi mbledh këtu që bashkarisht ta përkujtojmë njëri tjetrin për diçka që e kemi në prak, po na troket në derë e që është shumë e rëndësishme në mënyrë që të përkujtohemi me shfrytëzu sa më tepër edhe me punu sa më tepër në këtë sezon dhe në këtë kohë të cilën pothuajse vetëm se na ka ardhur te dera. Ajo çfarë sonte do të mundohem me thonë para jush, më tepër janë këshilla të përgjithshme ose fjalë nxitëse të cilat i kemi dëgjuar dhe i dëgjojmë vazhdimisht, mirë po ne si njerëz që jemi e që nefsi shpesh na rëndon, shejtani na rëndon, na i rëndon punë të mira, kemi nevojë me nxit njëri tjetrin për punë të mira. E kështu që të gjitha këto fjalë më tepër do të shërbejnë si nxitje për punë të mira, përndryshe nuk është diçka e re të cilën ndoshta dikush ka menduar se ka pritë se do ta dëgjoj. Ne e kemi titulluar në pritje të Ramazanit. Këtu dikush mundet me na thonë, nuk është herët, kaq herët kemi filluar me fol për Ramazan, kaq herë kemi filluar me diskutuar dhe me u bogati për të, nuk është herët hiç. Absolutisht është herët. Kjo e para, e dyta, çka është për qëllim pritja? Domthon çu që presim Ramazanin. Të nderuar vëllezër, qëllimi me prit Ramazanin nuk është me prit me dur në xhepa ose kom kryq. Sepse Ramazani ka me ardhur edhe për ato që ka me agjeru edhe për ato që s'ka me agjeru. Ka me ardhur edhe për muslimanin edhe për jo muslimanin. E pritëm se pritëm ai ka me ardhur. Sikur se dimri, u bën gati, s'u bën gati për dimrin ai ka me ardhur. Vera del, edhe vjen vera, ai punum na punt e verës apo nuk i punum aja ka me ardhur. Mirë, po qëllimi i kësaj teme është në pritje të Ramazanit do të përgatiteni për pritjen e Ramazanit, pritje qysh e meriton Ramazani, sepse oferta të cilën Allahu na e ka ofruar në Ramazan shumë jushse, është madhështore, gjëna është me ik dikujna. E përderisa është kësaj, atëherë të përgatitemi që me prit sa më mirë muajin madhështor, muajin e Ramazanit. Pastaj nuk është herët që thash më herët, sepse të nderuar vëllezër, kur e dim se çka kemi përpara, çfarë shpërblimi i madh ose çfarë oferte po i tham kështu dhe do ta quaj ofertë. Wallahi billahi, jo 2 javë, jo 3 javë, jo 2 muaj, po me vjetja vlen mu bogati edhe më përgatit shpirtërisht, më përgatit me mendje edhe më përgatit në gjitha aspektet që me e prit në mënyrën më madhështore këtë dhunti dhe këtë begati të cilën Allahu po na e sjell e që quhet Ramazan me gjitha përcjellësit e tij, sikur se është agjerimi, namazi, sadaka e të ngjashmit. Sepse të parët tonë, ata që i kemi shembull për ibadet dhe për besim, gjeneratat e para, e përmend Mala ibn Fadl, njëri prej dietarëve, thot unë i kom rri njerëzit, i kom rri hoxhallar, i kom rri badexhite më dhaj musliman të mirë që 6 muaj para Ramazanit e lusnin Allahun o Allah mundson ai ta mrim Ramazanin. Domethënë ai 6 muaj ka filluar më bogati për Ramazan. Domethënë po i flet vetës vazhdimisht se nëse e mri Ramazanin unë çka kam me bë. Për ata dhe e lusnin Allahun o Allah mundson ta mrim Ramazanin. Domethënë 6 muaj kanë filluar me u bë gati para se me ardh Ramazani. Ndërsa, pastaj thot mos i shkonte Ramazani edhe 6 muaj tjerë e lusnin Allahun me u pranu. Sepse me u pranu agjerimi edhe ibadetet e Ramazanit, vallahi është fitim i madh. Tepër është i madh. Sot që veç Allahu jep për ton se s'ka në dynjat ku është këtë botën me shkrim, me ta dhënë nuk paguhet. Shpërblimi për Ramazanin po e jep ai pasuritë të cilit janë më të edhe deputet të cilit janë më të gjona se sa toka me qiellin ai është Allahu fuqiplot.